Besojmë këto janë mesazhe të drejtë për drejta të forta që reflektojnë qëndrime. Këta nuk janë pasoj asnjë lobimi, por janë qëndrime dhe tashmë ajo që ne prisnim që gjithë to që ka bërë Edi Rama dhe qeveria e tij në gjithë këto vite do t'i kthehesh një ditë bumerang. Ky bumerang ka nisur me një kosto shumë të madhe për të gjithë qytetarët shqiptar, përfshirë për ata që kanë ikur nga vendi, e kanë braktisur këtë vend, qoftë për të tjerët si ne që kemi vendosur të. Përpara disa kohësh ti ke bërë 10 pyetje të hapura për Bashkimin Evropian, por ne gradualisht i ezauruam në të gjithë folurën tonë. Marta Kosi nuk ka bindur as të vetët praktikisht dhe ajo që duhet ndodhë në Bashkimin Evropian është që i ka sfiduar të vetët. Kështu që luftën ajo sot e ka me Parlamentin Evropian nga ku vot besohet, se aty e merr votën e besimit, dhe ata mund ta rrëzojnë gjithashtu për qëndrimet që mbajnë. Marta Koze që nuk janë në përputhje me politikën e jashtme apo vlerat dhe parimet e Bashkimit Evropian. Ka bërë opozita shqiptare në parlament, ka bërë grupi parlamentar i Partisë Demokratike një rezolut të këtij grupi parlamentar deputetësh, një rezolut të vetën dhe e ka quar në Bashkimin Evropian ku me fakte tregon se zonja Kos mbështet qeverisjen e Shqipërisë dhe mban qëndrime negative kërshi demokracisë në vend? Ne kemi dorëzuar një notë verbale që është një demarsh, një qëndrim i Partisë Demokratike, e kemi dërguar tek zonja Kos, e kemi dërguar tek zonja von der Leyen, pra në të dyja nivelet e Komisionit Evropian, në Parlamentin Evropian, dhe do ta ndjekim dhe në vendet anëtare, kështu që ne do ta ndjekim hap pas hapi këtë çështje dhe nuk do ta lëm tash që kjo të kthehet, sepse nuk i bën vetëm dëm opozitës shqiptare. I bën dëm asaj që Bashkimi Evropian përfaqëson. I bën dëm Bashkimit Evropian, besueshmërisë që ka Bashkimi Evropian në Shqipëri, edhe marrëdhënies që ne kemi, sepse në fund ditës një shqiptar pyet kush e përfaqëson Bashkimin Evropian. Atëherë nuk mund të jetë Marta Kosi përfaqësuese këtij institucioni, njeriu që ta bëj konfuz qytetarin shqiptar. Dhe për këtë gjë ajo do të mbajë përgjegjësi. Kemi mbitur në argumentin ton të tretë dhe të fundit për sot, Ilda. Foltoria 2 është një veprim personal i kryetarit Partisë Demokratike, doktor Berishës, duket që bëhet jo vetëm për të energjizuar lëvizjen politike brenda opozitës të Shqipëri, por në një kuptim edhe si një filesë mbase, dhe për këtë unë jam i detyruar të bëj pyetjen, pavarësisht se cila është përgjigjja në këtë rast, si një filesë për një proces i cili do të duhet të sillte një riorganizim të rëndësishëm të partisë, por pa shkaktuar çarje të parikuperueshme në të. Në këtë sens, brenda për brenda, nga ajo që mësojmë, njerëzit janë në një kuptim të bindur që njeriu që punon më shumë dhe që jep më shumë rezultat të parti është kryetari i partisë, po ndërkohë të tjerët kanë krijuar një lloj vetkënaqësie të qetë të mos aktivizimit ose një dembelizëm politik i cili jo vetëm ka shkaktuar deri tani ato që ka shkaktuar, po më e rëndësishme është që mund ta vëjë në rrezik vetë veprimin dhe përfaqësimin opozitar të ardhmes, atëre kur qeverisja e Partisë Socialiste do të bjerë natyrshëm. Është si thua një lloj preokupacioni që kur treni vjen ti jesh në stacion, nëse do mund ta themi kështu për publikun. A mund të më thuash ti mua mendimin që ti ke personalisht për këtë ngjarje ashtu siç e ke folur apo nuk e ke folur brenda